Sot jam duke përgatitur një supë me perime dhe kam marrë karroton dhe selinon dhe 2 thelpinj hudhër. Me gjokspule do ta përgatisim supën sot, do të përdor pak makarona, një kokër vezë, vaj ulliri, kri, piper, gjithashtu do të përdorim edhe një lugë të vogël miell, edhe pak kos. Këto janë të gjithë përbërësit. Fillojmë fillimisht duke prerë gjoksin e pulës në pjesë të vogla. Do ta bëjmë në kubik, por kjo supë mund të përgatitet shumë mirë edhe në formën tjetër, duke zier gjoksin e pulës dhe e bëjmë fije, kështu siç e kanë qef edhe fëmijët. Por unë kam menduar që ta përgatis në kubik, në pjesë të vogla. Kam shtuar vajin në tenxhere dhe tani do të vendosim edhe mishin e pulës dhe do ta lëm në një temperaturë mesatare për disa minuta, do ta kavardisim lehtësisht. Do të grim hudhrat, karroton edhe selinon me një rende të hollë. Pasi grim hudhrën, tani do të grim edhe karroton. Me të njëjtën rende do të gri edhe selinon. Pasi e kemi skuqur pak lehtësisht mishin e pulës, do të shtojmë të gjitha perimet. Selinon, karroton, hudhrën. Do t'i mbushim me ujë dhe do t'i lëmë të zjejnë. Do të shtojmë gati 1,5 litër ujë edhe do t'i lëmë të zjejnë. Pasi kanë zier perimet bashkë me mishin e pulës, do të shtojmë edhe pak makarona. Do t'i lëmë që të zjejnë mirë. Në një do të vendosim pak kos, një vezë, do të shtojmë pak piper të zi, edhe pak krip. Do të shtojmë edhe gati 1 lugë gjelle, por jo plot me miell. Do t'i përziejmë mirë të gjitha dhe pasi të kenë zier edhe makaronat, do t'i shtojmë dal nga dal në supën tonë. Tani që makaronat kanë zier, do të marrim nga pak lëng, do t'a shtojmë tek ena ku kemi vendosur vezën, miellin edhe kosin. Do t'i përziej me kujdes që të ulet temperatura. Ja kështu gradualisht do të marrim nga pak nga supa, që të mos na pritet, edhe me kujdes dhe do ta lëm për pak që të zjej mielli. Dhe më pas i vendosim kapakun, e lëm për disa minuta dhe supa është gati. Një supë e mrekullueshme për ditët me shi, si kjo e sotmja, apo për ditët e ftohta të dimrit, është megjithmonë një supë shumë e mirë për gjithë familjen. Shpresoj që ta pëlqeni këtë recetë, më shkruani komentin tuaj nëse ju ka pëlqyer, apo nëse edhe ju e keni përgatitur edhe e keni shijuar kështu si ne. Kalofshit një ditë të bukur miqtë e mi, mirupafshim.